Ishte një rast e veçantë për mua, ishte shumë pritur. Jam shumë i kënaqur që më dha mundësia të vi në Shkodër. Është qyteti im, megjithëse s'kam jetuar një ditë në Shkodër. Dhe e vlerësoj pa mas, si publikun, si gjithë bashkinë, gjithë njerëzit që më ndihmuan që ta bëjmë këtë koncert këtu. Ishte domosdoshme për mua, një recital parë në Shkodër nuk konsiderohesh i plot. Kështu që ditë e bukur. Sa e morët ju emocionin e publikut sonte në këtë natë? Po patjetër shumë, kur ngjon dorë orkidjet, kur thon bravo, kur më kanë thënë njësi në shtëpinë tane, pa fillu. Atë dumë ne, atë mirësinë, atë mirëseardhjen, edhe ndjem shumë i kompletuar sonte. Muzikë me vepra të mëdha. Dhe sigurisht muzika e tillë përcjell edhe mesazhe, besoj. Po tash mesazhi im i vetëm është me punë çdo gjë arrit, do punosh, do studiosh, do krijosh, do vazhdosh ti bashkë para edhe një herë dhe me një qëllim të caktuar çdo gjë arrit. Dhe ju ja keni dalë, mos e miri, një shqiptar që del jashtë është një mision jo i lehtë, po ja keni dalë në fakt. E mira s'ka fund. Deri tash jemi mirë, po e mira s'ka fund. Jam i kënaqur me çfarë është arrit. Më vjen mirë që u dha mundësia që ato që kam arrit t'i bëj në Shkodër. Dhe ja ku jemi, mbrami shumë e bukur sonte. U ndjet mirë për ka një formacioni të tillë si ai Teatri Kombëtar të Operës? Po, patjetër. Teatri i Operës është institucion shumë zyrtar. Janë aktiv në çdo lloj vepre, nga klasikët, nga romantikët, nga të gjitha operat. Vështirësinë e kanë nën kontroll komplet. Këtë kompleksitetin performues, kështu që është një orkestër e cila ja vlente me bakët këtë projekt. Rrugtimi i këtij koncerti ku do të vijë? Rrugtimi i këtij koncerti mbyllet këtu në Shkodër, ka pas 2 performanca, një në Tiranë dhe një në Shkodër. Dhe siç thash, nuk mund të mos vija këtu. Dhe do të ketë një rikthim tjetër tuaj së shpejti, duke pas parasysh se siç edhe e thatë pak më parë me miqtë tuaj, rruga u hap. Unë do i përgjigjem çdo ftesë. Është kënaqësi me ardhur në Shkodër. Kështu që për çdo ftesë unë do i përgjigjem pozitivisht, patjetër. Më ka lënë brez të jashtëzakonshme mbështetja e bashkisë, se duhet më u thanë edhe për këtë punë. Kryetari i bashkisë, Beneti, Zoti Beci, drejtori i projekteve artistike Pandi Laço, Zoja Smaja, ndihmë e jashtëzakonshme. Nga momenti i parë çfarë do duhesh, ndihmë e jashtëzakonshme. Kështu që urojmë të ketë një ftesë së shpejti, që vim prapë. Në fakt duhen organizuar sa më shpesh koncerte të tilla, aq më tepër kur bëhet fjalë për një orkestër të mirëfillt siç është Orkestra e Teatrit Kombëtar të Operës së Baletit, ndërthurur dhe me risi që sjell dhe në këtë rast kompozimet e kompozitorit Aldo Shllaku. Kështu që për publikun, aq më tepër në ambiente të hapura, është një risi për të dëgjuar vepra të cilat ndoshta nëpër ekrane i kanë ndjekur, por ti dëgjosh live me një orkestër dhe me solistë të ardhur përtej oqeanit, këtu në sheshin para bashkisë në Shkodër, besoj se është me të vërtetë një mbrëmje për të mbajtur mend dhe për të shijuar. Sa në vëmendjen e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit janë ture të tilla të cilat i japin gjallëri edhe qyteteve në fakt. Pra duke dalë jashtë skenës. Po, patjetër që janë shumë në vëmendje, do të ishte në fakt me mira që turet shëtisnin gjitha qytetet. Këtu padyshim që është dhe koordinimi dhe mbështetja e cila duhet të vijë edhe nga ana e bashkive. Para disa javësh ne kemi qenë në qytetin e Vlorës, kthyer në Shkodër e të tjerë, por duhet të ndërthuren dhe prioritetet dhe dëshirat e përbashkëta për të realizuar në format më të mira një aktivitet të tillë, të cilit kërkojnë specifikat ndryshme. Po në prezantimin e muzikës e këtij kompozitori Aldo Shllaku, që është me origjinë nga Shkodra, por nuk ka jetuar në Shkodër dhe ka vite, 30 sa vite që aktivitetin e tij e zhvillon në Amerikë, sigurisht është një kompleks shumë interesant. Kjo muzikë që u interpretu sante vjen me një teknikë, qoftë kompozicionale, qoftë edhe psikologji të një bote krejt tjetër, dinamika e të menduarit në stilin e realitetet dhe realizime artistike amerikane.
kishte dy gjëra të mira mendoj kjo mbrëmje që kaluam sante. Veprën e Aldo Shllakut, i kompozitori që tashmë është i afirmuar në këtë zhanër muzikor gjininë e filmit, dhe një orkestër që e përballoi shumë mirë këtë lloj stilit muzikor që nuk është i zakonshëm që interpretohet në skenat tona, me këto kombinimet edhe të elektronikës edhe të muzikës dal vivo. Kështu që në këtë mendim mendoj se kjo mbrëmje kishte karakteristika krejt veçanta, një publik që e priti shumë mirë dhe mendoj se janë vlera që e arrisin dimensionin e jetës kulturore në qytetin tonë.